Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhet në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një recet me vetëm 5 minuta kohë përgatitje. Është shumë e shijshme, e përshtatshme për çdo vakt, për të gjithë familjen, sidomos tani në verë ku i nxehti bën punën e vet dhe askush nuk ka dëshirë të madhe të qëndrojë me orë të tëra mbi sobën e gatimit. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan do shtojmë 2 lugë vaj ulliri, edhe 5 deri në 6 qofte, do t'i ndajmë në mes dhe do t'i skuqim. Qoftet mund t'i përgatisni të gatshme, mund t'i merrni të gatshme si në rastin tim, ose mund t'i përgatisni edhe vetë. I skuqim mirë në të gjitha anët. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos dilni pa bërë subscribe dhe pa shtypur butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Recetat në kanal janë recetat të thjeshta, të cilat mund t'i përgatisni lehtë në kuzhinën tuaj me pak përbërës dhe të shpejta dhe sigurisht plot shije. Pasi qoftet janë skuqur, do t'i largojmë ato me një anë. Ndërkohë në një tjetër enë do shtojmë 250 gram kos. Do vazhdojmë me një vezë, me një lugë gjelle miell gruri, një lugë çaji krip, një lugë çaji pluhur hudhër pluhur ose hudhër të freskët, sido që t'ju gjendet në shtëpi, pak piper të zi sipas dëshirës. Masën e përziem shumë mirë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Pasi është gati, do ta shtojmë në tiganin ku skuqëm qoftet. Do shtojmë edhe qoftet që skuqëm. Mbi to unë kam shtuar pak gjalp të tretur me spec të kuq, i jep shumë shije, por kjo sipas dëshirës. Nëse nuk preferoni që të shtoni gjalp, specin e kuq mund ta shtoni tek masa që përziem bashkë me kosin. E shtojmë masën me gjalp dhe spec të kuq, si thash, rreth 2 lugë çaji, jo më shumë, dhe do ta kthejmë në zjarr të ngadalt. Për pak sekonda e keni gati. Do shihni me sy se sa shpejt do të trashet masa. Dhe e keni gati për ta shijuar. E mira është të konsumohet e ngrohtë dhe është kaq e shijshme. Ju duhet të siguroni bukë të thekur dhe oreks për ta shijuar. Provojeni dhe shijojeni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.